dhunoi nënën e tij dhe vjet në pranga 35 vjeçaria më banues në fshatin Kashisht. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për këtë shtetas. Policia e Fierit ka referuar materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin HM 25 vjeç, banues në fshatin Peshtan, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj ish të dashurës së tij, 17 vjeçe. Gjithashtu policia e Mallakastrës referoi materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin AS 52 vjeç, banues në fshatin Ninësh, pasi dyshohet se për motive të dobta ka goditur me send të fortë një 87 vjeçar. Policia rrugore ka referuar materialet në prokurori për shtetasin FS 47 vjeç banues në Lushnjë, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje. Materialet procedurale për këtë shtetas ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.